Shikues të nderuar të televizionit Adeu ju përshëndes. Janë shënuar 26 vite nga çlirimi i Kosovës, pikërisht në 12 qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s, por jo vetëm, edhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, vendosën kështu edhe datën historike të popullit shqiptar të Kosovës, por për të diskutuar më shumë rreth kësaj çështje do të kemi një intervistë me ish ushtarin e UÇK-s, Rafet Llapashtica, për të kthyer pas në kohë kujtimet, por jo vetëm, për të risjellë në vëmendje këtë datë sa historike, por edhe prekëse për popullin shqiptar të Kosovës. Zoti Llapashtica, të përshëndes dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Si e kujtoni ju 12 qershorin e vitit 1999? Po kjo është data më e rëndësishme për shtetin e Kosovës. Dita e çlirimit është një datë që s'do të harrohet përjetësisht as nga ne që kemi qenë, domethënë, pjesëmarrës të luftës, po mendoj që edhe brezat e ardhshëm që do të vinë këtë ditë do ta festojnë. Është një ditë më e rëndësishme për kombin tonë. Ne si ushtrisë çlirimtare e Kosovës nga zona operative Llapit jemi fut në kryeqytet me datën 11 qershor, në udhëheqjen e Rustem Mustafës, komandant Remit, i cili ishte komandanti i zonës së Llapit, dhe jemi vendosur në Prishtinë. Të nesërmen kanë zbarkuar domethënë trupat e NATO-s, ku edhe i kemi prit në lagjën e Kolovicës, në një pjesë periferike të kryeqytetit të Kosovës. Ka qenë ditë edhe gëzimi edhe emocioni për neve si luftar, për arsye se në ato momente të ditës së lirisë i kemi kujtuar edhe bashkëluftarët të cilët i kemi humbur në rrugtimin ton çlirimtar drejt lirisë, të cilët na mungojnë edhe sot, dhe jem të emocionuar normal edhe në këto momente. Kjo ditë feste e çlirimit është edhe me një ngarkesë dhe me një emocion, për arsye se edhe drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ende janë, domethënë, duke u gjykuar në dhomat e specializuara dhe nuk janë prezent për këtë ditë, e cila neve na duket pak jo po shumë e zbehtë, për arsye se ishte një luftë e drejtë çlirimtare dhe një luftë e cila u përkrah nga shtetet më të forta dhe demokratike, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe organizata më e madhe politiko ushtarake NATO. Ne kishim mbështetje të plot politike dhe ushtarake, por na jem këtu ku jem, ne kemi bë vizita në për memorialet e dëshmorëve në prekazin legjendar, ku kemi vendosur edhe si organizatë e luftës së ushtrisë çlirimtare kurora pranë shtatorët së komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari. Pastaj në Vazhd do të vazhdojmë në secilën komunë, ku komuna e fundit e cila e ka ditën e çlirimit është komuna e Podujevës me 19 qershor, për arsye se atë ditë domethënë edhe trupat serbe definitivisht janë larguar nga Kosova, domthonë në pikën e Mërdarit e cila është në këtë komunë. Pra një sër emocionesh në mëngjesin e 12 qershorit vitit 99, por dua të ndalem tek momenti kur forcat e NATO-s zbarkuan në Kosovë. Si u ndjet? Po sigurisht që unë ndihem mirë, ne jam falendërues edhe trupave të NATO-s sepse na kanë ndihmuar në rrugtimin ton drejt lirisë. Një falënderim e veçantë shkon edhe për shtetin ton om shqiptar, i pa të cilin ne nuk do të kishim mund të ndjekën këtë rrugtim deri në fund. Falënderimi i parë shkon për shtetin shqiptar, shtetin ton, pastaj normal edhe për NATO-n. Na i kemi pas, ka qenë një mision i përbashkët, mendoj jo, po ashtu ka qenë një mision i përbashkët i ushtrisë çlirimtare edhe i Aleancës Veriatlantike, që domethënë trupat rebele rrugaç serb të policisë, ushtrisë e paramilitarëve, të cilët banin krime mbi popullatën civile, ata kur nuk mund të ballafaqoheshin me neve
në tokë dhe me natën në ajrë, domethënë zhvillonin krimet njerëzore në popullatën e pambrojtur civile. Ky ka qenë, mendoj, misioni ma humanitari i trupave të NATO-s, po edhe misioni ma historik, domethënë që përjetësisht do të mbahet mend në këtë rrugtim i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pa të cilën domethënë Kosova nuk do të ishte kjo që është, edhe besoj që do të ishte ende pjesë e Serbisë dhe do të hupte edhe identiteti kombëtar dhe ne si shqiptar nuk do të ishim këtu ku jemi tani. Ne i falenderojmë, ka qenë një emocion, ne i kemi prit trupat e NATO-s, jo vetëm ushtria çlirimtare, por besoj edhe populli i Kosovës që ka qenë këtu i ka prit tamam ashtu qysh e kërkojnë traditat tona që jemi popull mikpritës edhe mirënjohës, edhe jem falenderues për ata që i kemi miq. Normalisht që ne jemi gëzuar, po edhe jemi emocionuar në ato momente. Shumë nuk kemi ditë edhe mu gëzu, me thonë drejtën, për arsye se u kon përzierje emocione, kanë mungu shok, pastaj shumë luftarëve ju kanë mungu edhe familjar, shumë familje nuk e kanë ditë ku janë derisa jemi stabilizuar edhe na që kemi ditë, për arsye se mbi 1 milion shqiptar kanë qenë të dëbuar nga Kosova, kështu që domethënë ka një lloj përzimje e gëzimit edhe emocionit, kështu që domethënë kur i kujtojmë atë ditë edhe sot ndihemi të emocionuar, normal. Pra një sër emocionesh, si nga ana e UÇK-s dhe NATO-s, por dua të ndalem tek momenti kur e kuptua që Kosova tashmë është e lirë. Nëse mund të sjellësh një panorama apo një pasqyrim të asaj situate të atëhershme, të asaj kohe që mes humbjeve, pra dhimbjes për humbjet, por jo vetëm edhe gëzimit për fitore, si u përjetua? Po sigurisht që u përjetua me një emocion të veçantë, për arsye se ne me nënshkrimin e kapitullimit në mes ushtrisë së Jugosllavisë dhe NATO-s në Maqedoni, domethënë ne kemi kuptuar që çlirimi i Kosovës erdhi, edhe pa u fut trupat toksore të NATO-s. Në momentin që ushtria jugoslave ka nënshkruar kapitullimin dhe ka pranuar domethënë dorëzimin, pra që në atë moment e kuptua që Kosova do bëhej e lirë. Kosova është e lirë, po pastaj kanë mbrana pak ditëve, 2-3 ditëve veç kanë i komsoria. Ne këtu në Prishtinë, kryesisht domethënë regionin e Prishtinës e ka pas në ashtu të ndame trupat britanike, i kemi prit, kanë qenë trupat britanike, pastaj trupat gjermane të NATO-s kanë hyrë në Morinë nga Shqipëria, trupat britanike kanë hyrë nga Honi e Lezit, domethënë edhe ashtu qysh i kanë pas ndame regionet, po na kryesisht domethënë këtu i kemi prit trupat britanike të cilat kanë dhënë një kontribut, pastaj edhe në atë pjesën fillestare të ditës së çlirimit, edhe domethënë kanë bërë dhe monitorimin tamam ashtu si duhet të tërheqjes së trupave jugoslave, serbe nga Kosova, mirë po edhe kemi pas edhe na një përmbajtje, për arsye se ashtu ka qenë marrëveshja që gjatë tërheqjes, domethënë edhe dorëzimit të trupave serbe të mos bëjmë ndonjë sulm, pasi ato ishin dorëzuar dhe na i kemi respektuar në përpikni, domethënë vendimet e mezhve tonë ndërkombëtar, edhe deri me datën 19 qershor, domethënë trupat serbe janë tërhiq. Normal që ato ditë kanë qenë ditë feste, ka qenë muaj qershor, pastaj të gjithë jemi angazhuar për arsye se Kosova ka qenë e djegur kryesisht fshatrat, të mundohemi në bashkëpunim me të gjithë që ta dhëmë kontributin tonë që domethënë kur të afron dimri i parë pas luftës, popullata dhe njerëzit edhe kur të kthehen që të kanë ku të futen. Domethënë jo si edhe jo si shtet shqiptar keni mujt me ditë, për arsye se keni prit shumë familje, domethënë në çfarë gjendje kanë qenë. Domethënë ka qenë edhe një lloj ngarkese. Po jonja, Lufta po. shoqëroi gjatë kohës me vështirësi, zoti Llapashtica, por nëse do mund të rikthejmë një moment të vështirin që ju e mbani mend sot e kësaj dite dhe ju ka ngelur në mendje, cila do të ishte ajo?
Lufta ka qenë rrugtim i vështirë, ky rrugtim i ushtrisë lirimtare të Kosovës për arsye se furnizimet i kemi bo vetë, numri jon ka qenë i limituar krahasu me forcat armike për arsye se të njëjtit ushtarë është dashur që të furnizohen, po flas tash nga Llapi, të vinë prej kufirit me Serbinë në Shqipëri të furnizohen me municione, me armatime dhe të kthehen prap në Podujevë, për shembull, një rrugtim i gjatë që tash nuk mund të mirret me mend, domethënë si është baj furnizim, edhe është zhvillu. Të njëjtit ushtarë është dashur që ta mbajnë frontin, të njëjtit ushtarë është dashur që ta kryejnë rojën natën, domethënë të njëjtit ushtarë të cilin llogoret dhe istikamet, domethënë krejt kjo barë kryesisht normal me përkrajen edhe qytetarëve, por domethënë barra kryesore ka ra mbi ushtarët e ushtrisë lirimtare apo njësitet të cilat kanë qenë të lokalizuara aty, domethënë po domethënë unë po flas për Llapin, na i kem 2-3 betejë të rëndësishme me të cilat ne si ushtrisë lirimtare kemi korr rezultate dhe dim sakt që kemi korr rezultate, domethënë edhe në ato momente, domethënë ballafaqimit të ushtrisë lirimtare me trupat serbe paramilitare, domethënë edhe pse ne kemi pas humbje edhe nëse edhe në luftare humbim, por neve ka qenë humbje e madhe se është i pazaventueshëm, por i dim sakt që na kemi korr rezultat të 2-3 fishuar, edhe domethënë mas kesti jemi një kur kemi ndëgjuar që ata kanë kry dikun naj veprim të popullata civile, edhe kanë kryer naj krim të njerëz të pambrojtur për arsye se na kemi qenë të vendosur, na kemi pas vetëm një rrugë, rrugën drejt lirisë, nuk u ka e rëndësishme a do të vritmi na dikush për arsye se nuk është bë ky rrugtim me dy mendje. Edhe na kemi qenë përgatitur që lufta të vazhdon, domethënë nuk e kemi ditë as na pjesëmarrësit e luftës që kemi qenë ushtarë të ushtrisë lirimtare që lufta do të përfundon me 12 qershor. Domethënë kjo ka qenë e papritur edhe për neve, ka qenë diçka e shpejtë, na kemi menduar që lufta do të zgjatet me vite, mirë po kemi qenë përgatitur për ato, po kemi qenë vetëdijshëm edhe për vështirësitë që do t'i kemi. Për arsye se na metëm në një rreth që nuk ka qenë problematike edhe furnizimet, kanë qenë problematike edhe ushqimet, po këtë rrugtim unë na dëgjojmë sot edhe paneliste, ideje, njerëz të cilët s'kanë qenë këtu dhojnë ideje dhe mendime si është dashur me bo, por mendoj që mas mirti se si ka qenë këtu dhe çka është mujt më bo dhe sa është bo, tregojnë vetëm ata të cilët kanë qenë pjesë e saj edhe këtij rrugtimi. Domethënë ka qenë një luftë dinamike, po flas mas rromjes edhe së jasharëve të komandantit legjendar dhe sulmit familjen Jashari, domethënë edhe organizata më e fortë botnore NATO ka treguar që ka qenë një luftë dinamike e paparë, domethënë një vjeçare që nuk ka ndodhur as në shtete shumë të forta, domethënë aq shumë beteja, aq shumë sulme, aq shumë lëvizje, domethënë edhe për neve nuk ka qenë lehtë ky rrugtim, nuk ka qenë lehtë, po asnjëherë domethënë nuk jemi dorëzuar që me thonë pelom këtë çështje edhe na kemi qenë përgatitur shkojmë deri në fund. Normal dhimbje kemi nije kur kemi humb shok na për beteja dhe është dashur që t'i varrosim me plagosur edhe unë vetë jam i plagosur, po s'kam pas fatin domethënë të ndroj jetë, sa është ky momentum i cili nuk është varë prej neve, domethënë jeta e njeriu zhvillohet ashtu që nuk e kontrollojmë as na vetë, mirë po nuk ka në një moment të cilin sot nuk e kujtojmë kur të buhemi për data të rëndësishme, qoftë për 5 majin që e kemi ditën e dëshmorëve, domethënë se edhe shteti i Shqipërisë, shteti jonë me ka datë edhe na e kemi vendosur, domethënë edhe i përkujtojmë ato momente me shokë bashkëluftar, por njëkohësisht një dhimbje edhe kur i shohim familjarët e tyre që sot i mungojnë djemtë e tyre. Ky është domethënë një emocion që të na luftarët do të jetoj përjetësisht. Na nuk e shumë dashur që këtë rrugtim apo këto emocione edhe këtë
temë të mojmë të gjeneratat e reja për m'ju kriju ngarkesë, ndoshta ndonjë ngarkesë psikologjike, mirë po na që kemi qenë pjesë e tyne nuk mujmë u shput pe këtij realiteti. Për arsye se nuk ka pas shoqëri më të mirë dhe më të sinqert për neve. Domethënë se atë rrugtim dikush 3 vjet, për arsye se ushtria çlirimtare ka qenë një ushtri buerile e cila ka funksionuar prej vitit 94 të grupeve të hershme, domethënë të Zahir Pajazitit, të Luan Haradinajt, të Adem Jasharit, të grupeve të ndryshme në nivel Kosove deri ushtria çlirimtare ka dalë në skenë, ka qenë në rrugtim pak më gjatë se sa lufta frontale, dhe kur janë bërë gjitha ato përgatitje ka filluar një luftë frontale, normal mirë e koordinume me zonave dhe mirë bashkëpunume me faktorin ndërkombëtar, dhe unë mendoj që atë mbështetje dhe atë rrugtim, po që e ka gjetur ushtria çlirimtare për mbështetje ndërkombëtare, na peshojmë sot edhe luftrat në vende të ndryshme që nuk kanë me mujtë ose shumë vështirë kish mujt dikush me gjetë atë rrugtim të përkrahjes, që ka pas mënyrë unanime ushtria çlirimtare për çdo faktori ndërkombëtar, qoftë politik, qoftë ushtarak, domethënë për Shtetet Bashkuara, gjitha shteteve demokratike evropiane, e çdo faktori relevant të kohës, domethënë ka qenë me ushtrisë çlirimtare dhe me Kosovën. Domethënë normal në këtë konstelacion ato kontakte janë më gjithherë në shtetin shqiptar, se mos kishte qenë shteti shqiptar, nuk kishin mujt mu organizu ato foruma, ato takime, ato lobime normal edhe të shtetit shqiptare, të ambasadave të ndryshme, sa atër na s'kemi qenë shtet, mirë po me këtë punë të mrekullueshme të shtetit dhe përkrahjen e shtetit shqiptar, po edhe me disponimin tonë si kosovar, domethënë e kemi gjetë atë rrugë që domethënë është historike, na peshojmë sot luftën në Ukrainë dhe lufta të ndryshme në për vende të ndryshme, mirë po nuk arrihet që 2 shtete ta japin mbështetjen. Për këtë arsye neve sot ndihemi të ndinjuar, domethënë me rastin e ngritjes së akuzës për drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për arsye se këto shtete dhe këto vende nuk mbështesin ndërmarrje çfarë i cilëson shteti serb. Domethënë, edhe tash po mundohen me ndrru rolin edhe historinë e kohës, edhe po mundohen që të ndrrojmë rolet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës edhe roli i ushtrisë kriminale serbe nuk mundet ndrru në këtë kohë, dhe na s'kemi me leju me ndodh kjo, për arsye se kemi me shku deri në fund betejës, edhe po shihet që misioni i ushtrisë çlirimtare nuk ka përfundu hale, për arsye se historia e Kosovës ndrron nëse ndrron ky realitet. Mesazhi im është për qytetarët e Kosovës mos pari edhe për gjeneratat e reja që mos ta harrojnë rrugtimin prej nga kemi ardhur. Kosova nuk ka qenë kështu. Gjenerata e ri nuk e din, gjenerata me vjetër se ne e din, po edhe ata që janë në moshë se ne e din, mesazhi im është që historinë nuk guxojmë ta harrojmë, për arsye se mundet me na përsërit, kurse për faktorin ndërkombëtar unë shfrytëzova rastin, po edhe tash shfrytëzoj që ata janë miqtonë edhe ne kemi ditur t'i presim me gjithherë edhe shteti shqiptar, tash edhe shteti unë Kosova, si fëmijë i shtetit tonë, dhe ne ndjekum rrugtimin, na jemi, domethënë prapa si me quajt nonës tonë, prapa Shqipërisë. Edhe një mesazh edhe për qytetarët e Kosovës, po edhe për qeveritë kosovare që të ruhen relacionet me shtetin tonë, dhe ne nuk mund të ecim në asnjë integrim para shtetit shqiptar. Se ne jemi shtet më i ri, edhe mendoj që duhet ta pasojmë dal nga dal edhe të ecim mas shtetit shqiptar edhe të konsultohemi edhe të kemi qeveri unike, të kemi marrëdhënie të mira vllaznore, po edhe të marrim këshilla, për arsye se shteti shqiptar këtë rrugtim që ne kemi kryer në vitet 98 e ka kaluar më herët, ka protokoll rreth këtyne çështjeve, ka pas organizata të luftës që nga 45-ta, ka shpall pavarësi që nga 1912-ta, ka protokolle të shtetit të cilat Kosova si shtet i ri ka nevojë që ti përforcoj, s'po them që nuk e dim, po ti përforcoj,
por edhe të mos të harron rrugën prej na nga erdhëm. Ky është mesazhi im, edhe nëse nuk e harrojmë rrugën nga erdhëm, edhe nuk e kem targetin se ku do të shkojmë tani në liri, unë mendoj që nuk do të mund të zhvillohemi shumë. Po kjo jetë obligimi i institucioneve vendit, po. Të falenderoj zoti Llapashtica, urime dhe shikullofshit. Faleminderit, shumë faleminderit për juve, respekt edhe për kontributin edhe në luftë, po edhe pas lufte për promovimin e vlerave të ushtrisë lirimtare dhe Republikës tonë Kosovës. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim deri në këtë moment me ish ushtarin e UÇK-s Rafel Llapashtica për të kthyer pas në kohë dhimbjen, por jo vetëm, edhe momentin e gëzueshëm të çlirimit të Kosovës sot 26 vite pas. Bashkë mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit, respekt.